Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi situatën politike që tashmë ka hyrë në hullinë e saj përgjatë vitit që kemi nisur 2026 dhe se çfarë e pret vetë vendin nga qeverisja e Edi Ramës dhe se ku po shkon vendi nga politikat që kanë ndjekur deri më tani kryeministri Edi Rama. Për të folur për këtë çështje, por edhe çështje të tjera, ne kemi të ftuar aktivistin Vladimir Dyshniku. Zoti Dyshniku, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Zoti Dyshniku, me nisjen e këtij viti, pra të 2026-s, si e shikoni vetë ecurinë e mazhorancës së kryeministrit Edi Rama dhe në optikën tuaj në kaq vite qeverisje, a ka dështuar vërtet Edi Rama? Në gjykimin tim, jo vetëm Edi Rama, po të gjitha ata që morën pushtetin mbas 1990-s, ata kur nuk qeverisën, por sunduan si diktator, si pushtues. Nëse Berisha u tregua më kriminal ndaj pasurive, ndaj shkatërrimit pasurive kombëtare, Edi Rama është treguar jo vetëm kriminal, por dhe mjaft dinak, që është treguar se ka një urrëtie të madhe ndaj popullit shqiptar dhe se nuk do të dëgjoj se çfarë problemesh e hallash ka shqiptarët. Për mua, Rama jo vetëm ka dështuar, por Rama meriton përbuzjen më të madhe të shumicës shqiptarëve. Ndaj ai meriton të shporet nga qeverisja dhe të dalë para drejtësisë. Kështu që unë i mbështes të gjitha ata parti politike, qytetar, pensionist, media, që bashkohen rreth kësaj ideje, që kjo qeverisje nuk është qeverisje, po është sundim diktatorial. Dhe ndaj këtij sundimi nuk mjaftojnë as lojrat e fjalëve dhe as protestat e disa partive të reja, qoftë dhe me 100-200 vet apo diçka më shumë. Unë mendoj se me protesta Edi Rama nuk largohet nga pushteti. Sepse ai e ka zaptuar këtë shtet në të gjitha strukturët e tija. Por e keqja është se ai nuk shporret jo vetëm për meritë të tija, të sundimit të tija, por të paaftësisë të forcave politike opozitare për t'i treguar atij vendin. Po si rrëzohet atëherë Edi Rama? E para njëherë, të gjitha forcat politike opozitare, këtu opozitare unë nuk quaj Partinë Demokratike, apo partitë të tjera që kanë qenë bashkë në qeveri me Berishën dhe Ramën, se ato kanë qenë në pushtet, se dhe sot Partia Demokratike në pushtet është, se është majorancë, bashkë bëjnë ligjet. Bashkë bën ligjin e listat të mbyllura, që grabitën, vranë diktaturën dhe grabitën të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur deputetët e tyre. Prandaj unë nuk i quaj PD, nuk e quaj opozitë, pavarësisht se ajo e quan të tillë vetën sepse lufton për pushtet, nuk lufton për demokraci. Gjatë 35 vjetë, të dy këto parti e kanë treguar vetën e tyre se kanë qenë armike të betuara të popullit shqiptar dhe demokracisë. Por unë shoh që edhe forcat e reja politike ndonse përdorin një sofizëm të populist të jashtëzakonshëm që mund të mashtrojnë një sasi njerëzish, por ato s'kan bërë detyrën e tyre. Nuk luftohet diktatura e Edi Ramës me lojra fjalësh. Po çfarë duhet as me sharje. Do ta them unë se me çfarë, si mendoj unë se duhet të bëjnë. Do i them një nga një. Partitë opozitare të reja duhet t'i tregojnë vendin sundimit të Berishës. Konkretisht, çfarë duhet bëjnë? Unë jam kundra këtyre protestave që bëhen. Sado zhurmë, sado mediatike t'jenë. Se këto t'i thuash Ramës, Rama ik, Rama hajdut, Rama i korruptuar, ke vjedhur votat. Kjo konkretisht nuk jam mjaftuar. Dhe as mjafton, sepse populli këto i di, populli thot për ditë,
Rama ai duhet, Berisha ai duhet, të tërë kanë thënë. Kjo është e pamjaftueshme. Këto mund të thonë sindikatat, po jo partitë politike. Sepse këto protesta që bëhen tani, me këto sharje, me këto lutje, ama na jep minimumin etik, ama na jep pension, na rrit pensionin, këto janë lutje, këto janë lypje. Qytetarët shqiptarë, sidomos pensionistët, nuk janë lypsa. Kërkojnë të drejtën e tyre. Po të drejtën e tyre duhet të argumentojnë partitë politike, këto opozitare, këto partitë e reja, që mendojnë, gjykojnë, sepse janë ndryshe nga partitë e vjetra. Sepse ti thuash atje, Aramai duhet, është një lloj sigur si puna asaj ti skeçit të cekës. Hiq Batulla Slekun. Kështu është jo. Ti lutet atje, ti japësh këshill, na jep ti na shto rrogat, na shto pensionet. Nuk është me lutje kjo punë. Duhet kërkosh të drejtën tënde, njerëzore, ligjore. Po tani çfarë nuk ka bërë këto? Një moment, tani Adriatik Lapa e ka marrë karrikën, është ulur para kryeministrisë, ka mbledhur edhe mbështetësit e tij atje dhe po bën betejën e vet. Ndërkohë të tjerët e shohin me skepticizëm, me dyshim se çfarë fshihet pas protestës tij e tjerë me radhë. Në këtë rast, Adriatik Lapaj dhe partitë e tjera opozitare, a do duhet të bëhen bashkë në një front të vetëm përballë Edi Ramës? Po puna është që ato e provuan në 11 maj që nuk u bashkuan. Po pse s'u bashkuan? Nuk u bashkuan sepse ata luftonin për pushtet. Të djathtët i thonin të majtëve jeni komunist, ata vetë murgjin jeni antikomunist. Pse kështu do bashkohesh? Duke akuzuar tjetrin, ti je ndryshe, unë jam ndryshe, unë jam më i mirë, ti je më i keq. E para kjo. E dyta, shembulli më konkret dhe më legjendar i politikës tona është vetë Skënderbeu, heroi on kombëtar. Kur erdhi në Shqipëri, ai vërtet i bashkoi të gjithë princët shqiptar për të mbrojtur vendin në luftë kundër hordhive turke. Por ama sa hyrin në kufirin shqiptar, ai deklaroi: "Lirin nuk u asolla unë, atë e gjeta midis jush." Mi për këta politikanë shqiptarë thonë, "Mi jepni mua votat se unë do bëj namin. Unë do bie lirin, miqënie, demokracinë." Nuk është kjo. Ju mendoni se shqiptarët janë të lirë? Si janë të lirë? Në mentalitetin e tyre, në konceptimin e tyre që kanë përballë politikës dhe qeverisjes. Politikanët në radhë parë duhet të sqarojnë veten e tyre. Duhet të bashkohen me njëri tjetrin. Ata që e quajnë veten se do marrin në dorë fatet e dheut, fatet e popullit. Duhet të bashkohen, duhet heqin ato ndasit. Se marr një shembull me to që thonë këta antikomunist, komunist. Kjo është përçarje. Po mirë, kemi luftën e dy botërore. Po t'ishte si masa logjike. Pse u bashkua Roosevelti, ishte dhe Bashkuar të Amerikës dhe Churchilli i Britanisë Madhe me Stalinin komunist? Kush i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë sepse bashkëpunuar me Stalinin për të vendosur komunizmin në botë? Askush, sepse arbitri i madh ishte Hitleri. Tani Berisha u ka shtrirë dorën në bashkëpunim. Një moment, tani Berisha u ka shtrirë dorën. Jo të shtrish dorën. Jo të shtrish dorën. Duhet të bisedojnë, ta gjejnë vetë gjuhën. As dalësh ti i pari, as dytja, s'ka nevojë dalësh në media. Nuk thuhen në media këto. Këto thuhen sinqerisht. Thuhen sinqerisht. Po dhe me thënë media nuk ka problem, po ideja Zoti Dyshniku, ideja është që Berisha, duke qenë se e ka parë që nuk po jep efekt as protestat e tij dhe as lëvizjet e tij, as deklaratat e tij, në këtë rast ka kërkuar një zgjerim të frontit opozitar, duke theksuar se është i gatshëm të bashkëpunojë edhe me partitë të tjera opozitare. Ndërkohë kreu i lëvizjes bashk Arlir Nqori e ka hedhur poshtë mundësinë e bashkëpunimit të tillë. Adriatik Lapaj e ka lënë deri diku të hapur. Ju në këtë rast si e shikoni? A nevojitet një bashkim frontal bashkë me Berishën i opozitës për të rrëzuar Edi Ramën, apo duhet gjetur një formulë tjetër në mënyrë që të shkallmojë një herë mirë sistemin 35 vjeçar? Në 11 maj, të gjithë forcat politike e panë se sa vlerë kishin në sytë e popullit. Sa vlerë kishin. Ndonë se nuk është plotësisht reale, sepse i dhanë dhe PS-s dhe PD-s që
populli shqiptar është dëshmitar që të dy këto i kanë bërë krime të mëdha popullit shqiptar ndër vite. Por partitë politike duhet të nxjerrin bojën këtyre. Nuk kanë punë as Berisha dhe as Rama të marrin pjesë se si do ndrejtet Shqipëria. Këta e rënuan Shqipërinë, e shkatruan Shqipërinë. Prandaj nuk kanë sy e faqe, nuk kanë drejt morale këta të thonë hajtë të rregullojmë, të rrezojmë Ramën. Nuk është e drejtë. Nuk është logjike. Por e keqja është se Evropa vazhdon të mbështesë ta, sidomos Ramën. Ndonse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë distancuar në këtë drejtim. Por çfarë duhet të bënin këto partitë politike, para se të bënin protesta? Këta njerëz duhet të bashkoheshin bashkë me një tjetrin, edhe të bënin një program, një strategji se si mund të rrëzohesh. Por kjo strategji të parë gjë do të kishte që të shpjegojnë popullit të bien dakord. Duhet të bien dakord të gjithë një zëri, se në Shqipëri për 35 vjet nuk ka ekzistuar demokracia dhe shteti ligjor. Sepse janë shkelur liritë dhe drejtat e njerëzit. Sepse shumica e shqiptarëve janë shtypur dhe shfrytzuar egërsisht nga regjime kriminale antipopullore. Gjë që kanë vendosur diktaturën komuniste dhe që shpopulluan vendin. Në këtë rast, zoti Dyshniku, në këtë rast, a mendoni se Edi Rama më shumë se sa nga opozita mund të goditet nga drejtësia e re, konkretisht nga SPAK-u dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe opozita mund ta ketë dhurat pushtetin më vonë dhe jo fal meritës saj? SPAK-u do bëj dhe po bën punën e vet. Po unë nuk e quaj normale që demokracinë ta vendos SPAK-u, se ne nuk jemi regjim ushtarak, policor. Nuk ka lidhje ajo policor apo ushtarak. Shqipëria është si Italia e viteve 80, ku është dominon krimi organizuar i lidhur me politikën dhe vetmja mënyrë për ta çarë është veprimi i drejtësisë. Në këtë rast, çfarë do duhet bëj politika, konkretisht opozita, dhe si e shikoni zgjidhjen? Do vi nga SPAK-u dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke qenë se i kanë ngrirë deri diku marrëdhëniet me Edi Ramën, apo opozita ka një formulë të caktuar që mund ta nxjerrë në treg dhe mund të rrëzojë Edi Ramën në një moment caktuar? Edhe pse tashmë duhet thënë që Edi Rama gjendet në momentin e tij më të dobët. Edi Rama vërtet është, ai gjithmonë ka qenë në vendin më të dobët. Jo, kështu ka qenë. Në shkallën e fundit. Kështu ka qenë vazhdimisht që kur erdhi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, që do bjerë tani, do bjerë më vonë, nuk është kryeministër, ndërkohë ai vijon e forcohet. Ndërkohë tashmë që ka arritur në pikën më të dobët me skandalet që kanë dalë njëra pas tjetrës, opozita nuk duket gjikundi. Shiko, opozita e re nuk do të shikojë se ata do të bëjë SPAK-u, se nuk është në dorën e tyre. Ata të shikojnë çfarë duhet bëjnë ata. E keqja më e madhe e partive politike të reja është se ata janë të shkëputur nga realiteti, ose janë të paaft për të gjykuar se çfarë duhet bëjnë, ose bëjnë lojën e tyre të mëdhenjve. Unë i kam thënë disa prej këtyre drejtuesve që populli shqiptar duhet ta kuptojë që ju jeni ndryshe nga ata të vjetrit, sepse juve nuk e keni bërë gjyqin e historisë të zhvillimeve politike të 35 vjeçare. Që nga fillimi e deri në fund. Sepse këtu bashkëfajtor në situatën tonë të drejtanishme është dhe Bashkimi Evropian, që e ka mbështetur kushtetarët tanë, po dhe vazhdon të i mbështesi në mënyrë më të padrejtë, duke ignoruar hallet e mëdha, problemet e mëdha që ka populli. Kjo filloi që me kushtetutën e parë të Shqipërisë, që nuk është parashikuar ndarja e pushteteve. Pra, kur nuk pranon ndarja e pushtetesh, pra ti ke pranuar diktaturën. E para kjo, e dyta, duke mos ndihmuar klasën politike, por dhe pushtetarët që në fillim fare, sepse ishin pa përvojë për të kaluar nga një sistem politik komunist në një sistem kapitalist, duke shhartuar strategjia kombëtare e zhvillimit të gjitha fushët e jetës. Këtë nuk e bëri Bashkimi Evropian, nuk e ndihmoi. Atëre çfarë bën? Atëre ujku mjeku do.
duke ngelur këta pa mbështetje edhe pa kontrollin e askujt, atëre Sali Berisha me ordhit e tija i vuri kazmën Shqipërisë. Shkatroi dhe grabiti të gjithë pasuritë kombëtare. La njerëzit pa punë dhe u shpopulluan 2 milion veta ikën nga Shqipëria. Hershi Bashkimi Evropian. Pra ka qenë dakord. Edhe që nuk u hartua strategjia, sepse edhe i pallat, po të ndërtosh, do bësh një projekt, do bësh një preventiv, do të atosh njerëz të aftë për t'i bërë të punë. Jo më një shtet të tërë, të kalosh nga një sistem tjetër. E para kjo. E dyta, erdhi puna që duhesh njerëz ngelin pa punë. Po si do punësoshin kur u shkatruan çdo gjë? Atëherë duhesh një strategji tjetër për ta zhvilluar vendin. Atëherë çfarë duhesh? Ato e dim se çfarë ka ndodhur. Ideja është çfarë duhet bëjnë tani partitë e reja opozitare. Po, çfarë duhet bëjnë? Njëherë duhet treguar popullit njëherë se PD dhe PS e kanë shkatruar Shqipërinë, janë treguar armiqet popullit shqiptar. E di populli këtë pra. Jo thjesht janë korruptuar. Jo. Të gjitha veprimet që i kanë bërë kundër interesave të popullit shqiptar dhe nuk e meritojnë të jenë në politikë, duhet të ishin pranë drejtësisë, duhet të ishin në burgje. Edhe duhet të ishin sekuestruar gjithë pasuritë e tyre. Jo të diskutojmë tash neve kush do marrë. Qytetarët e din këtë, çështja është që nuk po shohin një alternativë reale politike të sinqertë e cila të shkallmoj gjithë sistemin 35 vjeçar që është ngritur në Shqipëri. Jo, më falë. More, si do të besoj unë të një parti e re, kur ajo mua, deri më sot, askush nga këto parti nuk i ka bërë gjyqjen të kaluarës, po 35 vjeçare. Si mund shërohet një smur rend në spital, nëse si bën vizita analiza, nëse s'bën konsulta, që përcaktohet diagnoza. Si ti besoj unë këtyre partive? Mjet voton, thot ai. Si t'ja voton ty unë? Ai do t'i bëj gjyqjen 35 vjet të kaluar, sepse janë bërë krime të llaftashme ndaj popullit shqiptar. Po s'ka nevojë nëse këto partitë, këto Zoti Dyshniku, një moment, nëse shqiptarët nuk kanë kuptuar se kush është Berisha, Edi Rama dhe politikanët e tjerë në 35 vite, është problemi shqiptarëve, nuk është i partive të reja. Partitë e reja po ta thonë qartë, ja kush është sistemi, ja kush janë figurat politike, ja kush jemi ne, votoj një alternativë të re dhe shikoje, nëse nuk të bind ajo, shkorrëzoje, siç kërkon të rrëzosh Edi Ramën, është thjesht fare. Jo, më duket se unë po shprehem shumë saktë. Një parti e re që të bind popullin duhet t'i bëj gjyqjen të kaluarës kriminale. Nëse nuk i vë gishtin shkaqeve dhe shkaktarëve edhe që krijohen këto pasoja, është si puna mjekut. Një mjek i pa aftë do ta vdesit sëmurin. Këta duhet të deklarohen, t'i vën gishtin të keqes, që populli kuptojë që këta nuk do bëjnë siç bën ata. Nëse nuk denoncohet e kaluara, atëherë këta do vazhdojnë e do bëjnë një lloj si ata. Unë nuk kam besim, unë si popull nuk kam besim. Nëse ata nuk gjykojnë të kaluarën e t'i vënë me shpata për murin. Kjo është e para, jo të premtoj ai, më jep mua voto ti. Nuk është jo besimi. Besimi është si e gjykon ti atë të keqen, që mos ta përsërisësh. E para, kjo e dyta. Çfarë i kanë premtuar këta popullit, përveç 9 vota moti. Këta merren me lojra fjalësh. Jo minimumi etik, jo paga minimale, jo këto janë gjëra, këto janë minimale, këto janë gjëra skandaloze. Këto janë të tallësh. Po duhet bëjnë atëherë. Po duhet bëjnë. Ata duhet bëjnë. Ata njerë po su mlodhën s'bëjnë asgjë. Po su bashkuan bashkë. Po nuk thanë që këtu nuk ka demokraci dhe shtet ligjor, atëre këto duhet zvërthejnë. Si duhet vendoset demokracia dhe shtet ligjor? Duhet hartoj një strategji kombëtare të zhvillimit. Këta, atë se bëri Sali Berisha me Fatostanën dikur, bashkë me Bashkimin Evropian, duhet ta bëjnë ta, t'ja paraqisi popullit. Ja ku është strategjia jonë. Jo mje votën mua ti, pashiti çfarë do bëj unë. Duhet strategji, duhet mendje, nuk duhet premtime, duhet llape. Jo as programe politike, to janë prallë me mbret. Një kjo e dyta. Thelbi i kësaj strategjie duhet të jetë modeli i shtetit, tek i cili Shqipëria duhet të bazohet, të marrë përvojën për të ndërtuar demokracinë dhe shtetin ligjor. Tjetër, Rama
nxori bashkë qeverisjen me qytetarët. Kjo ishte një parull, një mashtrim i madh. Tani kjo do të demaskuar. Se bashkëqeverisja jo atë që nuk zbatua. Por ai mbylli gojën gjithë shqiptarëve që kanë mbyllur të zyrat. Kjo është vrasja e demokracisë. Për këtë duhet merren ta. Pse mbyllen zyrat? Pse nuk dëgjojnë qytetarët? Se dhe krimet e korrupsioni që vazhdon në Shqipëri nuk luftohet as me polici, as me gjykata, as me prokurori. Informatorët e parë të krimeve dhe korrupsionit e kanë qytetarët kudo në botë. Se ata janë viktimet e para të krimit dhe korrupsionit. Kur ti ja mbyll gojën, kur ti nuk respekton, nuk i dëgjon kur ankohet për hallë dhe veta, atë edhe ai s'ka besim te shteti. Pra këtu nuk ekziston shtet, nuk ka mirë besim. Se këtu është diktaturë. Me këtë duhet merren ta. Cila është zgjidhja atëherë? Cila është zgjidhja? Po zgjidhja është një ndryshimi i klasës politike, nuk diskutohet. Po DPS do të jenë pushtet mirë. Është tjetër zgjidhje. Por këta duhet i propozojnë popullit, çfarë do i propozojnë? Të hapen dyert që nesër. Çfarë pengon Edi Rama? Të hapin dyert e zyrave. Njerëzit të tankojnë, njerëzit të këshillojnë, të raportojnë, të denoncojnë të paftët të korruptorit. Çfarë pengon? Pse do të raportojnë gjithë Po është drejtësia për atë, nuk është drejtësia për atë. Jo, s'është vërtet. Jo, nuk është ashtu. Drejtësia është ore, po drejtësia nga i merr informacione. Policin, kush e informon më? Nga i gjen policia. Po tërë botën, qytetarët informojnë, nuk mbahet shteti me. Ore, një cingare të hedhësh në Gjermani, në tokë, ai nga kati 15, merr telefon policia, thotë, urdhë, filan makinë, thotë, e filmon makinën, e fotografon dhe ja çon policisë. Ky është bashkëpunimi i qytetarëve. Po nuk bëj çdo gjë me prokurori, me drejtori. Nuk kemi ato nivel të mentalitetit gjerman në sa i përket respektimit të gjës përbashkët. Ajo që po flasim ne në këtë rast është cila është rrugëzidhja në kushtet aktuale dhe ballkanike të mentalitetit që kanë vetë shqiptarët. Jo. Po kërkove pak do marrësh. Nuk ka. Ore ne, po t'ishte, më fal. A e shikoni juve që këta politikanët tanë, po dhe gazetarët e ekspertët thonë, kështu e ka gjithë bota. Kështu është Gjermania, kështu është kjo. Po mirë më ti kur që nga vetëm të këqija pas ka bota. Atëre, pse e rrëzuam diktaturën komuniste më tegën botë? Pse e rrëzuam? Nuk po flasim këto. Ti thot turizmi, më fal. Cila është zgjidhja në kushtet aktuale kur ka një opozitë të dobët? Po. Dhe kur ka forca politike. Zoti Dyshniku, të ndalemi pak te pjesa logjikës politike. Cila është zgjidhja në këtë rast kur ka një opozitë e cila janë disa parti politike të cilat protestojnë nga e hëna deri të premten dhe nuk bën bashkë. E para dhe por çfarë thonë kanë protesta? Më fal, të lutem shumë. Çfarë thon protesta përveç Rama i korruptor, Rama hajdut? Çfarë thon tjetër ta? Po çfarë duhet popullit të gjitha? Çfarë duhet thonë që ti mbushin mendjen shqiptarëve? Çfarë do të thonë? Ja çfarë do të thonë? Pse nuk i hap dyert ai e zyrave që populli të ankohet? Pse nuk i hap? Këtë më thuaj, pse si hap zyrat? E para kjo, e dyta. Marrin pensionet. Të gjithë thonë indeksim, bonus, pensioni minimal, pensioni mesatar, etj. Po mirë, pse janë pensionet kaq të vogla? Dhe a janë të drejta? A janë njerëzore? A janë logjike? A janë bazuar në kontributin e njerëzve? Kështu e ka bota, mund thonë. Pse nuk është bërë një debat kombëtar nga këto partitë që të diskutojnë këto? Unë e kam ngritur dhe po e them prapë tash. Asnjë nga partitë politike nuk i ka shtruar këto probleme këta që do të them edhe unë sot. E që kam ngritur edhe herë tjera. Pensionet e kooperativiste janë kriminale. Janë pa logjik. Po pse duhet të pse? Më falni. Ja mo jo pse po të them unë pse mo. Zoti Dyshniku, pse Doroni Një moment, pse duhet i shtrojnë këto probleme partitë politike, sidomos ato në pushtet kur pensionistët kanë 30 ca vjet që votojnë këto dy parti politike, i mbajnë në pushtet këto dy forca politike dhe si duket janë të kënaqura dhe marrin penge edhe pjesën tjetër të shoqërisë që ndon ndryshimin. Po mirë më ti, pse du të gjykoj unë me mendjen e atij që është i nënshtruar,
ai kishte poshtruar. Pse do gjykoj unë? Po çfarë ndryshim nga intelektuali mo? Nga turma. Pse do të mendoj unë si ai? Ore, më thuaj mua në cilën diktaturë populli nuk ka qenë në nështruar, i vujtur, qoftë dhe sklavëri. Edhe nuk ka votuar ose s'ka qenë dakord i ka puthur kemët diktatorit, sundimtarit. Më thuaj mua një. Më thuaj një mo. Në qoftë se pranojmë që këtu është diktaturë, pse heshtin njerëzit? A themi që është diktaturë? Francezët nuk e ka pranuar. Ata janë ata udhëhiqen, kanë udhëheqje, kanë intelektual, kanë elita. Kanë bërë revolucion. Janë 10, më fal, janë 10.500 intelektual që kanë titull doktor, profesor në Shqipëri. Më thuaj mua dikush flet për ato gjëra. Të tërheshtin, të janë të shqitur, të marrin borde, të kanë fëmijë, deputet, ministra, drejtor, ambasador. E nuk dalin. Më thuaj mua, ata analistët, opinionistët në për televizione, çfarë flasin? Merren me probleme investigative. Vodhi ky, më tha ky këtë, u kap ky, ç'a tha ai. Ore, ne kemi mangut probleme themelore të demokracisë dhe shtetit ligjor, të lirive e drejtat njeriut, të shtypet dhe shfrytëzimit të popullit mo. Të gjitha këto i po them unë jam gati të zbërthej një për një me fakte. Pse nuk bën debate? Këta analistët po merren me lojra fjalësh. E vrau ky e se vrau ai. Na ka ngelur balluku nga mëngjes deri në darkë, lajm. Po pse për lajm është balluku? Ngelen gazetarët të dyert e Spakut. Pse ky është shteti? Po këtë popull kush do ta pyesi? Vetëm Spakun, vetëm prokurorët dalin. Shpëtimi është erdhi prokurori i Spakut do na zgjidhë detyrën. Ja dhe një për kooperativistët, që kanë qenë mbi 60% e kursuarve në atë kohë në shtet. Pra edhe sot janë po ata. Pse marrin kaq pak? Marrin 50, 60, 70 euro në muaj. Dhe një deputet që del nesër në pension, merr me rrogën e deputetit, jo me ata që ka pas të jetën, mbi 2 milion lekë. Pse? Çfarë logjike është kjo? Kontributi i kooperativistëve nuk është ai 1.000 lekë që 2.000 lekë që ka marrë ai, që është paguar. Sepse kontributi i kooperativistëve ka qenë i jashtëzakonshëm. Por sot është diskriminuar. Pse është diskriminuar? Sa i merrte rrogën për punën që bënte. Po kooperativa ka qenë pronë e grupit, nuk ka qenë pronë shtetërore, s'ka qenë ferm. Pra toka, prodhimet kanë qenë të fshatarit, por shteti, tre prodhimet që i merrte i furnizonte që ushqente popullin, ushtrin edhe mbushte depot e rezervës, ja merrte, i kishte plan shteti, edhe nuk i pagonte kooperativës. Pra këto nuk influenconin që të shtojsh rroga mujore. Një kjo, dyta, beshin tërmete, rëzoheshin pallate, qoheshin punëtorë nga kooperativa, qoheshin baza materiale, tulla, llaçe, tjegullo, çimento, drasa e tjerë. Të gjitha ato nuk paguheshin, i pagonte kooperativa, pra hiqeshin nga goja e kooperativistit. Pra ajo rrogë aq ngelesh, sepse gjithë ato prodhime, gjithë ato shpenzime i merrte shteti, interesi i përgjithshëm. Pra kooperativistët kanë sakrifikuar më shumë nga të gjithë për interesi i përgjithshëm. Atëherë sot ky interesi i përgjithshëm, ky shtet me fjalë, pse e shikon kooperativistin në mënyrë përbullse? Pse e trajton me atë rrogë? Po këtë e thua diktaturë komuniste me egër në botë. Po mirë, këto rrogë që marr kooperativisti, a janë pjesë e diktaturës? Ti i ke pranuar që ata ishte përsekutorit, ishte burgosit, janë dënuar padrejtisht për politikë. Edhe janë dhe drejtën. Po ky fshatari, nuk flasë për minatorët e tjerë, po fshatari që është strumullari i të gjitha të këshive në pensioneve. Këta, pse nuk trajtojnë kështu këta? Ata ishtë burgosit ju dhanë këtë me vrahë, milione, fshatari me 50. Do thotë, po fshatari i dhanë tokën e. Së është e vërtet. S'ja ke dhënë tokën fshatari. Kooperativa është krijuar nga bashkimi vullnetar i tokave, i baktive, i pyjeve, kullotat të vetë prova private, që i dha reformën 46. Pra tani që morën tokët ata, morën tokët e tyre. Ndryshe është ferma. Ferma ishte tokë shtetërore. U tha ajo tërbufi nga këneta, edhe ata kishin rrogët dhe kishin rrogat më të mëdha. Prandaj kjo s'është e drejtë. Prandaj edhe justifikimi i thon ka, po kështu e ka pas gjithë lindja pensionet.
se është e vërtet. Këtu ka qenë tërë me rroga shteti, atje ka qenë shumica privat. Në asnjë vend të botës nuk ka pas shtet që të gjithë të punësuarit kanë qenë me rroga. Tani, pse nuk ulen këta njerëz, qeveria, këto OJQ, avokati popullit, këto partit politike, ja këto që them unë, pse nuk i mbështesin? Apo thonë, kush është ky që po ja thot to gjëra? Se vazhdojmë akoma me luftën e klasave, kush është ky që i thot? Ky është i përsekutuar, ky është komunist. Pse kështu do bëjmë ne? Edhe nga një lypës mund të marrësh shembull. Mund të marrësh nga një shembull, mund të marrësh ide. Jo më nga qytetari, nga intelektual. Ja këto probleme nuk i trajtojnë, se i trajtojnë. Por kur nuk i trajtojnë këto, atëre, ai kooperativishti, kur nuk dëgjon këto halle, këto që them unë tani për kooperativistin, si ti besoj ai këtyre partive të reja? Kur këto nuk as dëgjojnë, as i mbështesin këto që them unë. Po fundit, vetë më kundërshtojnë më, se janë të drejtën të që thua ti. Po fare heshtin, heshtja është më e poshtër se sa kundërshtimi. Prandaj u them që këto i kanë borxh popullit, duhet të sqarojmë popullin, ta bindin popullin që këta që janë pushtet, Berisha, Rama, këta janë armiqtë e tyre. Edhe t'ja tregojmë pse janë armiq. Dhe këta i mbështet Bashkimin Evropian. Këtu është gabimi. Në kohën që Shqipëria po degradon, ai thot unë nuk kam lek. Po mirë mos pas ke lekti. Po mirë, pse ndërton pistën e Formula 1 si edhe po shpenzon 230 milion euro në Elbasan? Për çfarë duhesh ajo? Kush je ti? Janë mira hyrje që ka marrë bashkia nga ndërtuesit në çdo pallat 11% të sifaqes banimit. Janë mira hyrje. Dhe fëmijët janë pa qerdhe, pa kopsha, pa shkolla, pa biblioteka, pa qendra kulturore. Ku ka shkuar këto? Ku ka shkuar këto hyrje? Vetëm në pallatin tim, ku jam unë, bashkia ka marrë 24 hyrje, 2 do më në kuzhinë. Në Izberish dhe në Astir nuk ka asnjë qerdhe shtetërore, asnjë kopër shtetëror, asnjë shkollë. Ku ka shkuar? Spaku është e sa tjetër se çdo bëj. Po qeveria çfarë bën? I ka ndarë parat me njëri tjetrin. Pra nuk janë këto problemet. Unë që kam nipin, besën, apo tjetër që ka fëmin, që se futon në qerdhe, që s'ka të ardhura, pra në natyrë do rri pa punë, do baj fëmin. Atëre, ti mund si ti ke këto qerdhe fëmijët, në Tiranë për shembull, mund mos ngelin asnjë fëmijë pa qerdhe, pa kopshe, pa shkolla. Pse? Sepse janë bërë ndërtime aq shumë sa vetëm në një ndërtesë, një godinë të madhe aty tek në qendër Tiranës, që është 50 kate, bashkia ka marrë 5 kate. Po 5 kate, nga 10 hyrje do 50 hyrje në një pallat. Pse s'përdoren këto për qerdhe, për kopshe, bile edhe për strehimin e qytetarëve. Ka shumë probleme më, nuk merret njeri me këtë punë. Sepse ai i ka mbyllur gojën qytetarëve. Këto që them unë mund t'i kisha thënë. Ore këto unë ja kam thënë me email Edi Ramës. I kam thënë, lere më vënoje një rrugë autostradë për më vonë. Dhe me atë fond ndërto qerdhe kopshe e shkolla. Se s'kisha një ori unë për këto përfitimet që kishte bashkia nga 11% të sipërfaqes banimit. Se kisha këtë informacion. Dhe cila ishte përgjigjja ti? Përgjigjja ti ishte, e kam një mail tu, në kompjuter. Përgjigjja ti ishte, mbasi të fitojmë, të nxjerrim përfitime nga këto porte, aeroporte, autostrade që do bëjmë, do kemi para edhe për ndërtuar qerdhe kopshe e shkolla e tjera. A e kupton më? Nuk është se ky nuk di. Nuk është se di. Po këta qëllimisht i lënë fëmijët pa kopsha, pa qerdhe, pa shkolla. Për të mos i edukuar. Prandaj janë shtuar krimet. Se fëmijët janë në rrugëve, fëmijët rrinë me celular në dorë. Kush i edukon fëmijët? S'ka program shtetëror. Unë ka parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka fëmijë pa qerdhe, pa kopsha, pa shkolla. Asnjë fëmijë. Nuk ishte parqe. Zoti Dushniku. Më fal, shiko. Se kemi përsëritur për shër këto, prandaj. Po, edhe ata për politikën, Ballukun për ditë nga 50 emisione japi për Ballukun. Po Balluku është bërë si telenovel tani. Është bërë si telenovel. Ebra, po s'është halli popullit Balluku. Dhe ditë nga një dosje. Më fal. Që është bërë Balluku e tillë dhe ata Ballukët e tjerë që ka Rama që mban atje kanë kohë që janë bërë. Po pikërisht pse janë bërë? Janë ato që them unë, mungojnë këto. Se këtu s'ka demokraci dhe se dëgjor. Këtu është mbyllur goja qytetarëve. Se dhe partit nuk merren me kohë.
Se ai thot, shiko se thoi, unë thot Rama, unë nuk denoncoj të korruptorit në prokurori. Tani çfarë do thot kjo? Kjo do thot që ky është kryetari i korruptorëve. Ky do arrestuar, do futur në burg. Çfarë kërkojmë ne tash, pse ka korrupsion? Kështu është kjo punë. Ose marrim tjetër. Ai ka 83 mandate, tha që kam 83 mandate dhe jam në rregull. Po, edhe Kim Jong-u ka 5 milion mandate. Kim Jong-u ka dhe i atje plot. Nuk është ky shembulli më. Edhe Hitleri më kur bënte parakalime, mblidhte në sheshe me miliona ushtarë e qytetarë simpatizantia. Po ishte Hitleri që gjakosi botën. Po pse nuk janë shembuj këto më? Nuk janë shembuj. Ore, shembuj demokracisë është kur mbron të varfrin, kur mbron të pambrojturin, fukarajin. Kjo është demokracia. Qoftë dhe njëri të vetëm. Po tip, a e provone, 8 javë rresht, demonstron protest para kryeministisë, edhe as Bekenisi njëri dalit në takoj. Kjo është demokracia. Po tani si mendoni, do ketë protestë të pensionistëve kundrejt Edi Ramës? Më fal. Se qa do bëjnë këto lojnë e tyre, këto partitë e rele të bëjnë qatë duan. Këto parti janë falso, sepse asnjë nga ato partitë përveç Lëvizjes Bashkë nuk erdhin në protesta. Nuk erdhin në protesta. Po, pensionistët janë 780.000 pensionistë. Pra kur së jetin protest, atëherë ti do votën time për pushtet. Kur kam hallun, pse s'vjen ti të thuash mua? Pse s'vjen? Ja më marrin një thjesht, nga këto hyrje që janë pallate. Pse nuk jepin një hyrje, ta ketë bashkia, që të vendosen pensionistët, si klub, si kafeneja dhe edhe klub, me biblioteket e tjerë, që të rrinë kanë kohën, po rrinë për qoshet e rrugëve. Pse nuk e bën këtë punë? Ose kemi këto më, këta që janë shumë të varfër, që frekuentojnë këto menca sociale. A dini që vetëm drekën i japin këtyre, dhe as mëngjesin, as darkën, po pse një herë han bukta? Ose tjetra. Po mima, si nuk vijet me shpata për muri qeveria dhe bashkia, që për 100 rrugaç shpenzon 180 euro, edhe kurse një kooperativisti i jep 50 euro, 60 euro. Ka logjik kjo? Kjo s'ka logjik. Pra këtu ka marrë fund çdo gjë. Dhe unë nuk shoh te partitë politike përveç protestave që e bëjnë thjesht për imazh dhe asnjë ide nuk japin. Asnjë debat nuk bëjnë, as bashkohen për të rrëzuar atë, sepse mendojnë vetëm për pushtetin. Zoti Dyshniku, si mendoni, cili do jetë fundi i Edi Ramës, dhe apo shkon drejt fundit vetë Edi Rama dhe prej nga do ta marrë goditjen, do ta marrë nga drejtësia shqiptare, nga SPAK-u apo nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ka dhe i dosje të hapur atje, siç është ajo e Charles me Gonigal? Kushto ta heqi Edi Ramën, përveç popullit, ne shqiptare nuk do na sjell asgjë. Le tike Edi Rama do vi një tjetër si Edi Rama. Iku Berisha e Edi Rama. Çfarë fituam? Po kush duhet vjedhër? Ne duam ta rrëzojmë popullin. Po jo me dhunë. Jo të komandojnë partitë politike tonë, mblidhurit, hajti ban flakën kryeministisë. Jo. Populli ka treguar që nuk Populli ka treguar që nuk bën dot gjë, se duket që është i shtypur që nga 45-a deri më sot. Po ideja është që Jo. Cila ato 45-s, hiqem janë 45-s, më fal. Mos ta përmendim më 45-s se boll kemi 35 vjet tonë. Se po fillon me 45-ën? Jo, po që me 45-ën. Po që me 45-ën ka probleme të tjera. Mos ta shtym tutje atë. Ne do të shohim pse nuk e bëjnë Shqipërinë si Amerika. Si Anglia, si Franca, si Gjermania. Po nuk duan, nuk e kupton. Po ja dhe ju kompletisht toni, 45-a i shtypur. Ore, e morëm vesh atë. E kemi thënë, diktatura komuniste me egën në botë. Kaq mjafton. Edhe unë se kthe kokën brapa më. Çfarë po bën ti më mirë se në diktaturë? Po janë pasardhësit e Enverit, si mendon ti se do ta ndërtojnë Jo, Shqipërinë? janë pasardhësit e Enverit, jo. Nuk janë, jo. Atëherë si mas ne gjithë shqiptarët duhet pushatoshim, Se shumë. Nuk jam duke thënë atë, jam duke thënë që ne shqiptarët e kemi treguar që nuk bëjmë as revolucione, nuk bëjmë as ndryshime të mëdha politike,
ne e presim shpëtimin nga një forcë madhore që mund të jetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga një forcë madhore që mund të jetë SPAK-u. Pra, vetë shqiptarët nuk kanë në vetdijen e tyre të brendshme pjesën e ndryshimit. E kërkojnë shpëtimin nga diku tjetër, nga një forcë politike, nga jashtë. Pra, ajo që jam duke thënë është që shqiptarët e kanë treguar, pra ne gjithë bashkë e kemi treguar që nuk bëjmë dot asgjë. Tani, kur ne nuk bëjmë dot asgjë, nga do vi ndryshimi? Shiko, po mirë, unë kam lindur në 47-ën. Një atë sistem, një edhe të sistem. Atëherë këto që them unë, mos janë gjë emeriste këto. Kur i them mediave, televizionet ndryshme, që më ftoni t'u tregoj shqiptarëve të vërtetën se si është demokracia dhe shteti ligjor në Michigan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë një mirë, që ta ilustroj, kam mbi 6.000 foto dhe video, të tregoj një shtet model. Pse ka frikë? Siç më tha një gazetar një ditë mua, në një intervistë që bëra, në fundi thash, më ftoni thash të tregoj Amerikën, Michiganin, qytetarë. Edhe Amerikën të tregojmë shqiptarëve tha dhe hajde t'i mbaj ata. Pse si tregojnë Amerikën? Më gjej një televizion që thot, ja si është Amerika ta bëjmë këtu neve. Më tregojnë një televizion vetëm. Po nuk ka nevojë më se dihet se si janë vendet e tjera, nuk është çështja aty. Jo, se është jam duke thënë është ti dashur të kishte nevojë njerëzit të bënin shkolla, po i shikojnë internet edhe bëhen doktor, inxhinier. Jo, se ashtu. Ai shqiptari, kooperativisti që thot, unë kaq të takon thonë 50 euro. Ai si pa informuar i shketi. Ai është i shtypur. Atë duhet ta mbrojnë të tjerët. Të tjerët duhet ta mbrojnë. Elita, intelektualët, atyre që udhëzimshët popullit shqiptar. Edhe nuk e vjet fare të shtypurit. Se dhe të burgosit të tani 11 maj, të burgosit votojnë 100% për ministrin e brendshëm. Po ata dakord kanë qenë me burgun e tyre, me dënimin e tyre, prandaj nuk është logjika. Se atje vërtet, në Michigan, shteti është një nga shtetet, Amerika është një nga shtetet që kanë të ardhur më të larta në botë. Por ama, elementet publik i etik të domosdoshëm të çdo njeriu janë falas. Lulishte, kopshe, parqe, plazhe, tëra janë falas. Këndelore, fushë sportive, këtu do shkosh çdo gjë me lek. Çfarë vështirësie ka bashkia apo ky kryeministri që është kryetari i asaj? Këtë që quhet ajo, që të mos të zëjnë lulishte apo parko. Zoti Dyshniku, kemi diskutuar qindra herë të tilla problematika. Ideja është që tashmë ju si e shikoni pjesën e ndryshimit, pra cila është formula e ndryshimit të gjithë sistemit në Shqipëri? Formula e sistemit është t'i bëhet gjyqje të kaluarës. Po si është bërë? Po si u gjet? Nuk është bërë gjyqje. E para këtu. Ata që do marrin përsipër të ndryshojnë sistemin, duhet i bëjnë gjyq, duhet të distancohen nga e kaluara. Edhe nga ata që kanë mbështetur atë kaluar. Për sa kohë shqiptarët nuk i kanë bërë gjyqin krimeve të Enverit, nuk kanë si i bëjnë gjyqjeve edhe 35 viteve të sistemit aktual. Për çfarë krime shpleti? Për çfarë krime shflitet për Enverin? Kur vetë të burgosit, edhe ata ti dërrojnë nuk thonë që të thonë emrin atij që i ka qenë dëshmitar, ai që i ka spionuar. Asnjë se që shkon gjyq nga ata. Mos hym tani të diskutojmë atë sistem kriminal se mirë. Ore, ai rrugë sistem tash. Çfarë do më aty? Me ata që kanë bërë krime, le të merren gjykata. Me padrejtit në histori, me shtrembrim në histori të merren historianët. Se do të merren populli, se do të merren ata. Se do të rritet vëmendja me të kaluarën e mos merren me sosme, me të ardhmen. Po pra, në momentin që ti nuk përballesh me të kaluarën, përsërit gabimet e të kaluarës. Jo, shikon nga përpara, unë po them ta bëjmë Shqipërinë si Michiganin, si Amerika. Ta bëjmë si Anglia, si Franca. Ore, pse thot ai? Më fal, e bën. Ore, po prandaj qeverin, shtetin duhet të marrin ata që thotë bëhet, jo ata që s'bëhet. Se ky thot, kështu e ka bota. Kudo ka krime dhe korrupsione. Nuk është ky për këtë punë. Po se që s'bëhet, ke marrë fund, ti si e për këtë punë. Ti du të shporrësh, ti armik. Sepse s'ka njerëz pra.
Ka njerëz, kush s'ka njerëz? Kush s'ka njerëz? Po s'ka se janë Po kështu si puna ime ka me mirë, po jo, po si nuk e dëgjon njeriu. Janë akoma me mentalitetin enverist, si do ta bëjnë si Amerika. Shiko, mos ngulmo me këtë mentalitet emerist komunist se kemi 35 vjet. Njeriu fillon punën 20 ca vjet, del në pension për 35 vjet, edhe ka që jeta. Akoma edhe sa vjet tjetër do vazhdojmë. Ora unë them, ke thënë, ore, ka 35 vjet. Më thuaj mua ti, pse nuk është bërë një konferencë kombëtare të thuhet çfarë është bërë për këto 35 vjet nga Evropa në Shqipëri? Më thuaj një element vetëm. Asnjë element s'ke këtu. Çdo gjë është rënuar. Asnjë element të demokracisë që dilior nga Evropa. Më thuaj një ti. Më thuaj një. Bashkimi Evropian ka sjell ndihma financiare sa që ti mund ta kishe bërë sot Shqipërinë Zvicër. Të solli fondet e IPART-it që qeveritarët i vodhën. Të ka sjell ndihma financiare në çdo sektor ku pasardhësit e Enverit i kanë vjedhur njëra pas tjetrës. Tani çfarë do duhet bëj Bashkimi Evropian? Të marrë në krah. Këto janë në mosha, man. Këto janë në mosha. Nuk janë këto, jo. Të mbetemi te pjesa e... Nuk janë këto. Ato që thua ti ka pru ndihma. Ndihma ka pru dhe atje në Afrikë, që hanë mizat njerëzit, që janë kockë në kurë, që s'kan buk të hanë, që besin nga sëmundje. Po kjo nuk është demokracia atje. Ora unë them këtu s'ka demokraci mo. Tu s'është prur s'ka funksionuar. Më thuaj mua. Kush ka urdhëruar që të shkatërroshin fabrikat, uzina, kombinate e kooperativa? Më thuaj, kush ka urdhëruar? Evropa? Apo e ka bërë Sali Berisha në kongën e vetë? Këtë më thuaj. Pse u shkatëruan? Pse në gjithë linjën ish komuniste nuk u shkatëruan? O, zoti Dyshniku, çau zinash fabrikash kishte aman të viteve 1500 me industrinë e vitet 1500. Mos i hyjmë të diskutimit tani sepse e kemi bërë dhe shumë herë më përpara. Ideja është që cila është formula e ndryshimit që mund të ndodhë tani e tutje. Më fal. Ato uzina e fabrika që kanë qenë, atje Rubik nxirresh Flori. Çfarë do em te për të nxirrë Rubiku? Një kjo, e dyta. Tani, mas 90-s, atë një pjesë të kombinatit metalurgjik e mori Kurumi. Dhe nuk shkrin Heku Nikel, që do bënte punë, do vinte njerëz në punë, atje miniera, por shkrin hekuristët që mbledhin fukarin Hallexhin. Por me ato fitime ai, ka fituar ai shumë. Kurumi, sa ne na grabiti, na bleu 4 hidrocentrale. Që po atë punë që bën Kurumi, po ta kishte bërë shteti jon, ato 4 hidrocentrale do ishin shërbim popullit sot. I superfosfati Laçit, ai ishte i 1500-s. Edhe superfosfati, ajo urea e Fierit, apo uzina kabllove e telave në Shkodër, Bakrit, që kam qenë vetë e një mirë, apo uzina e instrumenta Petropapin në Korçë, që ishte Gjerman dhe e merrti Gjermani komplet prodhimin dhe ishte eksportonte. Pra, pse u shkatruan, pse bota nuk u shkatroi? Pse nuk i dan t'ja jepte shtetit, ose jepja privatit ta rregullonte, ti e shkatrove, ti e vuri kazmën. Ky është diskutimi gjatë që e kemi zhvilluar edhe më parë. Jo, ky është ai gjyqi që do të përkaluarës. Po që bëj gjyqi të kaluarës, nuk rregullohet e ardhmja. Ky është për nostalgjikët e Enverit, domethënë që mbahen atje tek kazma dhe lopata. Të lutem shumë, unë po tregoj Amerikën ty. S'po tregoj kazmën dhe lopatën. Po tregoj Amerikën. Po pra po, ato që kanë parë në Amerikë, ato që kanë parë mund të bëhen në Shqipëri për 6 muaj, 6 muaj. Për 6 muaj. Mund të bëhen. Kështu thonë gjithë që e bëjmë, por kur shkojnë në pushtet, pastaj duket se sa e bëjnë. Kështu që unë s'po flas për ata që kanë vajtë pushtet. Se pushtet kam qenë dikur dhe unë. Po kam dhënë prova. Cila do jetë formula pra e ndryshimit të sistemit që është ndërtuar në Shqipëri në 35 vite, pra do të vi nga një forcë e jashtme si Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo do të vi nga drejtësia re që mund të spastrojë gjithë klasën e korruptuar politike? Unë kam mendimin, e thash edhe që parë.
Shqipërinë do ta ndreqin shqiptarët. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për shqiptarë ata që lypin në rrugë. Po ta bëjnë ata shqiptarë, ata që edhe rrëzuan perandorinë otomane. Ata që si ata shqiptarë që shëruan vendin në bashkëpunim me Amerikën dhe Anglinë, që shëruan Shqipërinë nga nazi-fashistët. Ka Shqipëria plot intelektual. Por e keqja sot është se ju intereson, janë vënë njerëz, janë mbështetur njerëz në poste drejtuese dhe në kryet këtyre janë Sali Berisha dhe Edi Rama, që këta kanë qef të sundojnë edhe t'i vënë minat Shqipërisë. Konkretisht, çfarë duhet bërë që të ndryshohet? Spaku, Amerika ka punën e vet, s'ka mund të drejt atë kompetencat merren me këtë punë. Po unë jap mendimin tim, çfarë është bërë keq e çfarë duhet bërë. Deputetët duhet të zgjidhen nga i gjithë populli shqiptar, si përfaqësues të popullit. Jo të zgjidhen nga një qark, edhe kur sundojnë hajdutët, kriminalët që i blejnë votat kollaj. Pra Shqipëria do të jetë një zonë zgjedhore, se ne jemi sa një bashki. Nuk ka nevojë të kemi 12 zona zgjedhore të shpërndahen votat. Se deputeti nuk është përfaqësues i 100.000 vetave në një qark, po është përfaqësues i gjithë popullit. Dhe të votohet nga gjithë populli, jo nga gjithë populli, po nga gjithë shtetet shqiptar me drejt vote brenda dhe jashtë vendit. Këta deputet duhet të zgjidhen nga populli. Dhe partitë të marrin nga ato që voton populli, të marrin ata përfaqësues të tyre. Dhe jo tjetë me listat mbyllura. Listat e mbyllura janë një krim i madh që i shbërë demokracisë. Janë një krim i madh. Evropa ka heshtur në mënyrë më kriminale, sepse ka qenë dakord edhe me gjithçka, me tëra krimet që janë bërë Shqipëri pas 90-s. Kjo ishte i vuri-vurën kësaj pune. Pse mos marri ai 83 deputet? Pse populli ka fajin? Çfarë dorë kishte populli? Ata bën ligjin bashkë, Saliu me Ramën. Bashkë bën. Evropa heshti. Po ti këte listat e mbyllura, megjithëse u ankuan në kushtetuese disa parti të reja. Si e justifikoi e mbrojti gjykata kushtetuese? Po ky ligj hedh poshtë nenin 2 të Kushtetutës të Republikës mo. Neni 2 thot sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Çfarë sovraniteti ka shqiptarët tani? Kur ja hoqin deputetët të drejtën e deputetëve, pra të drejtën e pushtetit, çfarë drejtë ka pushteti ai shqiptar? Po ku e di populli çfarë sovraniteti, e kupton ti ta dinte populli çfarë sovraniteti i kishte shporrur me kohë prej 35 vitesh politikanët. Po mirë, po këto partitë politike e dinte çfarë sovraniteti? Po këta mira jurist edhe avokat që janë, po këta e din, po gazetarët e din, po ata opozitarët e din, po bota evropianët e din, evropianët, bashkimi evropian e din. Nëse shqiptarët nuk e kanë kuptuar në 35 vite çfarë u pritet më të kuptojnë atëherë. More të lutem shumë, për çfarë shqiptarësh po flet më burr? Ore këto problemet e kushtetuesës nuk janë probleme të atyre me 3 klasë shkollë, nga ata për ti. Ata kanë votën, po, me vlerë. Po ata nuk e thot tash, ai që prashit domatët, t'i japë mend edhe për kushtetutën. Atëherë votat duhet bëhet mbi bazën e kualifikimit të gjithë secilit. Si kualifikimi? Ata që kanë formimin e dur të votojnë, të tjerët të hapin sytë. Jo, unë flas për ligjet, nuk flas për votën. Votën tër botën, edhe ai që është pa shkollë do votoj. Edhe ai që është në burg voton mo. Çfarë do gjëra? Po deri 72-shin edhe në Zvicër mo gratë nuk votonin. S'kishin drejt vote. Në Zvicër. Kurse tani, edhe në Zvicër, edhe për ndërrimin e një emri rrugice në lagje, bëhet referendum popullor. Po është tjetër. Kurse këtu s'bëhet referendum për asnjë. Është tjetër nivel Zvicra. Unë kam fjalën që pjesa e reagimit qytetar pothuajse është e zbet dhe tashmë vetëm partitë politike kanë mbetur për t'i dhënë rrugë zgjidhje kësaj situate. Po pse kush do t'i japë zgjidhje? Ore njerëzit janë pa punë. Janë pa punë. Pensionistët janë fukarallëk. Nuk kanë bukë të hanë. Çfarë kërkon ti politik nga ai që s'ka bukë të haj? Mos kërkon nga ai mo. Ore këtu ku janë intelektualët mo? Ku janë? Këtu politikën trushplarjen e bën analistët nëpër studio që paguhen me mijëra euro. Ata e bën politikën, trushplarjen e popullit. Para
sjelljeve, mos rrisin mua televizionet për intervista për kundër qeverisë për mbrojtjen e pensioneve. Në mënyrë të veçantë A2 CNN-i. Asnjëherë s'ka thirrur. Tani Masaj, pse s'ka thirrur? Çdo mend ajo. Se ka interesin e koncesioneve dhe tendrave të qeverisë, edhe s'do muaj që kritikoj qeverinë. Kështu janë gjerë e gjithë media shqiptare, me ne preshim të vogël, është e shitur. Por derisa media si jep koncesione për rrugë, për porte, aeroporte, ajo media është e shitur, ka marrë fund, ai pronari medjas. Se unë di që edhe shumë gazetarë e shoferë të ndryshëm marrin për 5-6 muaj, s'marrin rrobat nga ato televizione. Më thonë vetë. Prandaj çfarë demokracie ka ai atje? Ai qep gojën, jep urdhre. Zoti Dyshniku, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.